Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në aksin rrugor Librasht Elbasan pak ditë më parë, ku ka humbur jetën në një aksident tragjik shtetasi kinez i identifikuar si Lee Jianhong. Viktima nuk ishte një emër i panjohur, por një figurë mjaft e fuqishme e botës së biznesit dhe sportit në Kinë, i njohur si themeluesi i risortit gjigant të skive Silk Road Mountain dhe presidenti i grupit Xinjiang Grandscape. Lee Jianhong, i lindur në dhjetor të vitit 1965 në Xinjiang, kishte një karrierë të jashtëzakonshme që nisi pas largimit nga një institut telekomunikacioni në vitin 1993 për të ndërtuar perandorinë e tij private. Në ndërtimin e tij, Xinjiang Grandscape Group u shndrua në një korporat me asete që kapin vlerën e rreth $205 milion, duke u shtrirë në fusha si turizmi, telekomunikacioni dhe menaxhimi i investimeve. Ai ishte gjithashtu mendja pas Silk Road Mountain Resort, një prej destinacioneve më të mëdha të skive në Kinë, i cili ka pritur edhe lojrat kombëtare dimërore. Përtej suksesit në biznes, Lee ishte një sportist i përmasave botërore dhe një alpinist i pasionuar që kishte arritur të përfundonte sfidën legjendare Explorers Grand Slam. Kjo do të thotë se ai kishte ngjitur 7 majat më të larta të çdo kontinenti, përfshirë Everestin në moshën 53 vjeçare, si dhe kishte arritur në 2 polet e tokës. Humbja e tij në rrugët e Shqipërisë shënon fundin e trisht të një njeriu që njihej për shpirtin e tij të pamposhtur aventurier dhe kontributin e madh në industrinë e turizmit dimëror kinez.